Sot jam në zemër të Tiranës, në sheshin Skënderbej, ku po ndodh për herë të parë diçka e jashtëzakonshme. Në këto moment, punëtorët po japin dorën e fundit skenës gjigande, që do të pres prezantimin e ekipeve të Giro Italia 2025. Ekranet LED janë të ndezur, ndriçimi po testohet dhe atmosfera është elektrizuese. Kamionët po sjellin pajisjet e fundit, ndërsa stafet e regjisë italiane po vendosin çdo detaj për regjistrimin televiziv ndërkombëtar. Është një bashkëpunim i mrekullueshëm mes Shqipërisë dhe Italisë dhe ndjehet në çdo cep të sheshit. Turistët ndalojnë, bëjnë foto dhe pyesin se çfarë po ndodh këtu dhe mbeten të habitur mbasi mësojnë se Giro Italisë po nis nga Tirana. Dihet botërisht që shqiptarët e kuptojnë shumë mirë italishtën dhe një moment i veçantë ishte kur një person përshëndeti me humor tre italianë të veshur me bluzat e Giros, duke i thënë mirë se erdhët në Shqipëri. Shqipëria është e bukur. Salute, benvenute. Ciao, grazie. Tirana è bello, bello. Capitale albanese. Njëse me italisë, a? Çfarë? Italisë njëse. Nëse gjë italisë ormik, italisë, greqisht, anglisht, Rusisht? serbokratisht. Në një cep të sheshit, një stend numëron ditët, orët dhe minutat që kanë mbetur, deri në fillimin e garës. Në një anë tjetër janë shënuar emrat e të gjithë ciklistëve fitues, që nga viti 1909 me Luigi Gana dhe deri te ai viti të kaluar me Tadej Pogačar. Shqipëria ka nderin të jetë vendi pritës për fillimin e Giro d'Italia 2025 dhe kjo është një arritje historike. Komentuesit nga Italia kanë shprehur rabinë e tyre të madhe në faqen zyrtare të Instagramit, duke u shprehur se si ka mundësi që Shqipëria u përzgjodh si vendi i nisjes së Giros Italisë për këtë vit. Por organizatorët nëpërmjet kësaj stende kanë shpjeguar se Giro Italisë ka filluar edhe në vitin 1965 në San Marino, në 2010 në Amsterdam, 2018 në Jeruzalem dhe së fundi në 2022 nga Budapesti.